Familja e veprimtarit të vrarë të Lidhjes Demokratike të Kosovës Haki Meri ka dalë me një shkrim në Facebook ku tha se të gjitha partitë politike u bën bashkë kundër Kurtit, mirë po sërish ky fundit imposhti fuqishëm. Në këtë rast, familja e veprimtarit kishte disa fjalë për kryetarin e LDK-s Lumir Abdigjiku, ku tha se a e ka kuptuar LDK-ja se me gazetarët hibrid të PDK-s e AAK-s nuk mund të fitojë, ndër të tjera shtoi se nëse kryetari i LDK-s me të vërtet merr përgjegjësi, siç po deklaron, le të jap dorëheqjen. Shkrimi i plot. U bashkuan të gjithë kundër Albin Kurtit, të gjithë, edhe të bashkuar, edhe të ndarë, me strategji sigurisht, të bashkuar në një kaos, të arrazojmë Kurtin, të ndarë në zgjedhje, sepse hajde duhet bërë pak lojë taktike. LDK-ja nuk mund të dilte hapur me PDK-n dhe AAK-n, se pastaj s'do merrte votat që mori. Por le të pranojmë, të gjithë e dinin se ishin bashkë, për më tepër kishin edhe skuadrën mediatike me vete, gazetarët e njëjtë që mbështesnin opozitën e lodhur. Por ja që Albini imposhti fuqishëm. Me gjithë kombinimet, strategjit dhe aleancat e fsheta, përfundimi ishte një, KO politik. Tani shtrohet pyetja, a e ka kuptuar LDK-ja se me gazetarët hibrid të PDK-s dhe AAK-s nuk mund të fitojë? Nëse kryetari i LDK-s me të vërtet merr përgjegjësi siç po deklaron, le të jap dorëheqje, le të kërkojë zgjedhje të reja brenda partisë. Përndryshe deklaron, marr përgjegjësi dhe e mban postën e kryetarit. Kjo duket që është mashtrim sa për të vazhduar shembjen e LDK-s më tutje. Le të zgjidhet dikush që vërtet është rrugovist, dikush që ka kontribuar për këtë parti dhe jo ndonjë që mban foton e Rrugovës në zyrë për dekor, por mendjen e ka diku tjetër. Sepse ta themi troç, fryma e rrugoviane nuk e duron që partinë e themeluar nga Ibrahim Rugova dhe Fehmi Agani ta drejtojnë komunistët e bijtë e komunistëve. Kjo do të ishte sikur të merrte ujku rolin e bariut. E dim si përfundon ajo punë.